bashkëpunuar. Ku ka rezultuar bashkëpunimi në këtë rast? Bashkëpunimi ka nisur që nga hetimi i prokurorisë së mafias Barit dhe i takon një operacioni të nëntorit të vitit 2020, ku janë kapur në portin e Gjoja Taurës, në partin e Kalabri. Nëse më ndihmon regjia, ka një rikthim zëri të Lukan. Po, patjetër Alba, patjetër. Tani, pra jam Alba Kepin në këtë lidhje. Alba, më dëgjon? Po, tani. Jemi okay tani? Po e dashur. Më thuaj. Pra është një hetim i cili ka nisur nga Buroria Antimafisë së Barit, por në bazë të disa sinjalizimeve të rëndësishme. Unë nisja nga Gjoja Taura, por doja ta nisja nga operacioni fundit. Është data 18 maj 2024, një operacioni të koordinuar nga antimafia italiane në bashkëpunim me autoritetet shqiptare, kapin rreth 3 milion euro në banesën Durrës të një prej personazheve kryesore të këtij operacioni, pra të Visit Pojës apo Elvis Doçi. Ky është një nga elementet kyç përfshirë në këtë dosje hetimore. Pasur të dy operacione. Ajo që thash në më 5 nëntor të 2020-s, ku në portin Gjoja Tauro të Kalabrias kapen një sasi e madhe kokaine, faktikisht janë 932 kg kokainë, në një kontejner i cili transportonte midje të ngrira. Dhe më pas kemi një tjetër operacion i ekzekutuar në Bari, ku arrestohet një shif shqiptar me mbiemrin Gjini, 40 dhe 30 vjeçar, të dhe ata në zotërim të 400 kg marijuan të fshehura në arka qepë zhehudrash që eksportoheshin nga Spanja. Këto janë 3 elemente kyç të përfshira në këtë operacion, të cilët kanë sjellë dhe këtë bashkëpunim mes antimafias së Barit, Drejtorisë Qendrore të Antimafisë së Romës dhe padyshim dhe autoriteteve të prokurorisë posaçme dhe gjithë halkave hetuese në Shqipëri. Sipas eksperiencës dhe gjithçka që kam përcjell gjatë këtyre viteve, di që ka një ndarje territorialiteti gjeografik, sa i takon hetimeve jo vetëm në territorin mes dy vendeve, por dhe në faktin e ekzekutimit të urdhrave të tillë. Prandaj unë e lidha me kapjen e 3 milion euro në banesën e Elvis Doçit, për faktin se ky sekuestrim është kryer rreth një vit më parë, dhe informacioni plot se çfarë ka ndodhur dhe si kanë vejuar hetimet kanë qenë në autoritetin e prokurorisë posaçme. Fakti se sot ka zbarkuar në Tiranë kreu i antimafisë italiane, jo vetëm kreu i prokurorisë Barit, por edhe i drejtorisë përgjithshme të Romës, u lidhën edhe me Eurojust dhe të tjerë, tregon se jo vetëm rëndësinë e këtij operacioni, por mendoj se ka qenë edhe një bashkëpunim apo një kërkesë autoriteteve shqiptare për të pasur pikërisht një mbështetje në ato kritika që ndoshta drejtësisht dhe opozita shqiptare hedh. Pra, por hetimi i gjithë është kryer nga autoritetet. Pra, hetimet janë kryer nga autoritetet italiane, mandatet janë lëshuar nga autoritetet italiane. Roli i Spakut cili ka qenë? Spaku ka qenë në ekzekutimin e këtyre urdhrave të sekuestrimit të pasurive në territorin shqiptar dhe për faktin se ka pasur dhe rol të rëndësishëm në kapjen e sekuestrimin e 3 milion euro në banesën e personazhit kyç. Po flasim për një rrjet ndërkombëtar të drograve të forta dhe kur dëgjon vlera 3 milion apo ato që janë sekuestruar në ditën e sotme, ku bënin pjesë disa restorante, një bar kafe, disa biznese me niptin e tyre, diku tek 7 milion euro, realisht ngjajnë vlera shumë të vogla në raport me sasinë e madhe të qarkullimit. Dhe kjo në një mënyrë ose në një tjetër lë hije dyshime, po themi ne, prandaj pyes vazhdimisht lidhur me çfarë ka ndodhur, pra cilën pjesë mbulon Spaku të këtij operacioni në Shqipëri, po ti e sqarove shumë mirë. Sonela, ka një element që ndoshta ne në lidhje kemi pasur shumë herë lidhje për ngjarje të tilla. Kanë qenë sekuestrime sporadike dhe sasi të vogla para kesh të kapura të tranzituara me çantë, me autobuse, me automjete etj. Ky operacion ka këtë veçanti pasi janë dokumentuar 4.5 milion euro të tranzituara në mënyrë të palishme, pikërisht duke përdorur të tranzitin e transportit pra mes Durrësit dhe Barit.
Dhe këto e kemi përcjell shumë herë dhe në raportet e antimafjas, sa që kemi pasur dhe kritika se nuk besonin se mund të kishte një trafik të tillë apo një fluks të tillë parash. Dhe mendoj se kjo është mjaft e rëndësishme për të kuptuar dhe territorin ku është ekzekutuar ky operacion. Kemi të bëjmë me qytetin e Durrësit, një nga problematikat dhe për ato çfarë ka ndodhur në javën e fundit, sa i takon të krimit zgjedhor, por ekzekutimi i elementeve të përfshirë në këtë operacion, dhe janë 40 shqiptar, është kryer edhe në qytete tjera problematike shqiptare, siç është Fieri, Vlora dhe Shkodra. Pra të gjitha këto bëjnë të kuptosh se sa i rëndësishëm është ky operacion, dhe padyshim që unë mendoj se prania e autoriteteve italiane sot në Tiranë e dëshmon rëndësinë e tij. Jo vetëm rëndësinë, por ndoshta ka qenë edhe një kërkesë e autoriteteve shqiptare për të pasur të spakur, flasim konkretisht, për të pasur një... Edhe sepse le ta pranojmë që edhe në statistik, përgjithsisht operacionet të tilla të nivelit të madh përfundojnë vështirësisht në ekzekutimin e të gjithë mandat arresteve. Një pjesë e tyre largohen, ka dyshime për dekonspirim, do të flasim për